Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në ekran e Motso në televizion, emisionin Fact Check dedikuar zhvillimeve të aktualitetit që lan pas të kësaj jave, por jo vetëm, edhe zhvillime të rëndësishme që lidhen me siguri e rend, por nga ana tjetër edhe me një protestë e cila nga zogj tek memet, tek politika, ka ngritur temperaturat edhe më të larta si që ka ky sezon veror. Kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e parë, Eugen Beçi, ish prokurori i krimeve të rënda, magjistrat, jurist, por edhe avokat e mik i emisionit Fact Check. Mirë se ju gjeta. Faleminderit edhe ju. Le të bëj një pyetje të parë përpara se të fundemi tek tema. Personalisht ju besoni që zogjt përveç se fluturojnë edhe protestojnë apo janë zogjt e shqipes këta që kanë ndezur protestën? Problemi është se zogjve këto kohë e fundit janë prishur shumë foleja, në fakt, realisht. I është prishur foleja në Zvërnec, i është prishur foleja në aeroportin e Vlorës, i është prishur foleja në rrugën Elbasan, Librasht, Prenjas, ku po bëhet një rrugë e re e cila nuk ka lidhje fare me mbrojtjen e mjedisit, dhe për këtë arsye unë shpresoj që zogjt të gjejnë folen e tyre. Nëpërmjet protestës? Po dhe nëpërmjet protestës është një lloj zgjidhje. Ky është leximi i zotit Beci për protestën, pra sipas tij zogjt duhet gjejnë një lloj zgjidhje edhe me protestën në vend që të bëjnë atë që masivisht bëhet në më shumë se një dekadë, emigracionin masiv. Të shpresojmë që zogjt do ta ndërtojnë folen këtu, do ta ruajnë folen këtu dhe mos të emigrojnë siç ka ndodhur në dekadën. Gjithsesi, emigracioni është një drejtë njerëzore, mund ta bëjë secili prej nesh për arsye ekonomike, shëndetësore apo profesionale. Të shpresojmë që një ditë nuk do na duhet ta lëmë Shqipërinë për arsye ekonomike, për arsye shëndetësore, pse jo edhe për meritokraci. Në mos jemi shqiponja të paktën jemi dallëndyshe, që të shkojmë të kthehemi. Me që më kujtove për zogjt emigracion. Në fakt flitet për zogj flamingo, ndërsa në leximin ton prej kohësh ne kemi humbur edhe melodinë Kanarinës dhe kemi përfunduar disa harabela. Gjithsesi përtek kësaj secili ka lexime personal, një lexim i bazuar në fakte lidhet me sigurinë në burgje, me kontrolle të shtuara. Zoti Beci ka folur disa herë, gjithçka nisi nga një video e publikuar nga kolegu Flamur Vezaj, një video ekskluzive e cila nxorri në pas se në burgje mund bëje edhe regji, mund bëheshin edhe filmime, mund bëheshin edhe festat. Tek festat është diçka krejt normale, ligjërisht nuk janë të ndaluara. Është ndaluar përdorimi i narkotikëve, i futjes alkoolit, por edhe përdorimi të mjeteve të komunikimit, të cilat prej vitit 2015 janë bërë një vepër penale. Emisioni Fact Check ka përgatitur një kronik duke titulluar Burgjet e sigurisë apo tregu çam i telefonisë. Le ta ndjekim insertin. Nuk do t'ishte i tepër të krahasimi me tregun çam, rezultati i kontrolleve të ushtruar në më pak se 2 muaj në burgjet shqiptare. Sipas përpunimit të dhënave të publikuara nga burgjet, rezulton se nga prill 2026 deri në datë 3 qershor 2026 janë sekuestruar në total 44 telefona celular, mes tyre edhe teksa ishin duke u karikuar. Marka e telefonave që dominon burgjet shqiptare është iPhone, ndërsa pasohet nga Samsung dhe Xiaomi. Edhe pse ende mbetet një produkt i shtrenjtë, iPhone 17 Pro Max rezulton se ka hyrë në burgjet shqiptare, por deri në këtë moment nga kontrollet është gjetur vetëm kasa e tij dhe jo telefoni. Por telefonat e të burgosurve në një numër të konsiderueshëm prej 44, të cilët rezultojnë se ka nevojë për karikim. Do duhet të ishin kapur edhe 44 karikues, por nga kontrollet janë gjetur 17 të tillë. Çka të lë të kuptosh që të burgosurit edhe shkëmbejnë karikuesit pasi futja e tyre është sërish jo aq edhe e lehtë. E teksa këto shifra janë zyrtare, jo zyrtarisht në tregun informal të futjes së sendeve të palejuara në IEPV të vendit, flitet se pagesat shkojnë nga 50 euro deri në 1000 euro. Pyetjet që kërkojnë përgjigje janë: a futen këto sende duke kaluar kontrollin në skaner çdo punonjës dhe staf i burgjeve, a futen për një moment, orë dite, apo kjo është një rutinë që vijon prej kohësh? Nëse këto u futën nëpërmjet skanerave, si është e mundur që askush nuk i pa për t'i ndaluar? Edhe pas 44 telefonave celular të gjetur në më pak se 2 muaj, askush nga stafi i sigurisë apo administrata e burgjeve nuk ka treguar përgjegjësinë morale të dorëheqjes, ndërsa ato penale jo. A është kjo një fushat pasi u ndërrua drejtuesi i burgjeve, apo ky është një standard që nuk do të lejojë më të tillë fenomen?
Zoti Beci ju kanë ftuar jo pa qëllim, jo vetëm si ish prokuror, por e si avokat, sepse jo të gjithë, askush nuk do të dëshironte, por jo të gjitha kanë mundësinë të futen në burgje, pasi konsiderohen institucione të rëndësisë veçantë dhe futen pa leje deputetët, futet me komunikime administratën e burgut avokati, dhe familjarët me një rotacion, me një grafik përcaktuar. Ju jeni avokat sot. Kur është era e fundit në këto ditë qershorit, majt, prillit që keni qenë në një paraburgim apo burg? Rreth 10 apo 15 ditë para, rreth mbi 10 ditë para, do të shpjegoj diçka. Ajo që ju thoni është normale. Hyn avokatët, deputetët, personeli, familjarët, të gjithë. Por mos ngatrojmë diçka. Fakti që deputeti lejohet të hyjë, apo avokati lejohet të hyjë, apo familjari lejohet të hyjë me leje nga prokuroria kur jemi në paraburgim dhe pasaj në kampe, në burgim ka rregulla dhe regjime të tjera, nuk përjashton askënd nga kjo kategori që të jenë të kontrolluar dhe të kontrollohen në mënyrë të imtësishme. Jo pa qëllim ju pyeta kur është era e fundit, sepse unë për herë të fundit në një burg kam hyrë diku në fund të shtatorit vjet, mos gaboj, deri ke ripi patallonave. Mos i bijem rrotull. Kontrolli juaj 10 ditë përpara, çfarë ka qenë? Keni kaluar skaner? Imtësishëm në çdo moment. Madje, jo në këtë rast, por në raste të tjera duhet ta lidh me një logjik tjetër. Pa dashje, kishe harruar një monedhë 10 lekëshe, dhe atë monedhë 10 lekëshe kontrolli nëpërmjet skanerit dhe nëpërmjet detektimit të metaleve e gjeti. Çfarë duhet nënkuptoj me këtë fakt? Me këtë fakt duhet nënkuptoj diçka tjetër. Kur gjen gjelbërën kasht? Po, në rast se kontrolli është për këdo i njëjtë dhe rigoroz në burgjet e Republikës së Shqipërisë nuk mund të fundet asnjë kartë SIM, jo më një telefon. Çfarë duhet të them përsëri me këtë logjik? Në rast se nuk ka një bashkëpunim të plot mes personelit të burgjeve dhe personave që nga jashtë janë të interesuar për të futur aparatet të komunikimit, jo vetëm celular, sigurisht që në burgjet shqiptare nuk do kishe celular, por është e qartë dhe e provuar jo vetëm me çështje penale her pas here për punonjës dhe personel të burgjeve, por dhe me faktin e ndodhjes së ngjarjeve të kriminale që në burgjet e Republikës së Shqipërisë futen sendet kontralishme vetëm për një arsye, nga bashkëpunimi i personelit me elementët keqbërës. Dhe këtu duhet i vëmë kapak kësaj situate, se si vendosen. Përvoja ime si prokuror shpeshherë tregonte që ndrimi i personelit turnet ku ndrohen, kryesisht turni 2 me turnin e 3 mund të lejojë futjen e aparateve celulare. Është fazë e ndryshme futja e një sendit kundralishëm brenda regjimit të burgut dhe ruajtja e këtij sendit kundralishëm brenda regjimit të burgjeve nën kontroll. Punojës e policisë kur futen ose kjo është çështje korrupsioni dhe çështje bashkëpunimit. A kalojnë skaner? Normalisht si rregullore dhe drejtori i burgut kur futet në regjimin e burgut është detyruar të nështrohet një kontrolli të imtësishëm sipas rregullave dhe ligjeve. Kur kalojnë skaner, siç duket telefoni. Atëherë kemi të bëjmë me bashkëpunim kriminal. Kemi të bëjmë me mbyllje syri, kemi të bëjmë me faktin që një punonjës policie burgjeve apo një punonjës i burgut nuk kontrollohet dhe hyn me aparatin celular në xhep. Të ndalojmë në këtë logjik, sepse duhet shohim edhe dinamikën se si bëhen kontrollet. Shpeshherë është përfolur dhe ka arritur të provohet fakti që në një qeli, kur bëhen kontrolle nga ajo e famshme që quhet DAPI, kur bëhen kontrolle dhe gjendet një aparat celulari, pas një muaji e gjysmë ti gjen përsëri një aparat celulari, po të njëjtën qeli, kjo nënkupton diçka tjetër, jo do ndaloj aty. Sepse kontrollet kanë qenë disa herë në Fier, disa herë në Durrës, disa herë... Do ndaloj diku tjetër. Sa herë që ka kontrolle gjinden prapë, edhe pse hiqet, futet. Atëherë çfarë po ndodh? Kemi të bëjmë me një situatë kriminale të favorshme për korrupsion për punonjësit e burgjeve, që nënkupton, në rast se një grup punonjësish burgu ka nevojë për para, bëjmë një kontroll, pastrohen qelit nga aparatet celulare dhe grupi tjetër nëpërmjet asaj pagesës prej 100 deri në 1000 euro për një aparat celular për ta futur brenda burgut, fillon merr para prapë. Por sigurisht, në rast se unë të le ta marrësh, në fund të insertit unë kam bërë
deduksion, a është kjo një fushat apo do të jetë një standard? Në leximin tuaj? Unë për mendimin tim është një fushatë e cila lë vend për keq interpretime, të cilat ne po i spekulojmë tani në këtë moment. Sepse referuar ja ta mbaroj si logjik. Pse unë po spekuloj. Në rast se është fushatë, unë nënkuptoj që Arseni, që është Policburgu, gardian, si quhet rëndon, i mbarojnë parat në xhep, organizon një kontroll, i heq aparatet e celularit nga qelia dhe pas një jave fillon negocion për të futur aparatet nëpërmjet pagesës. Kështu po ndodh. Policit po i mbaruan lekët do presi rrogën. Ta mbaroj, është çështje korrupsioni, thash çështje kriminaliteti. Dhe përveç kësaj, duke hyrë në momentin e faktit që nuk kemi një situatë sistematike e kontrollit, por kemi një situatë me fushat, sigurisht që nënkuptojmë edhe këtë lloj keq interpretimi. Në rast se e kemi sistematike, nuk mund të ndodhë dhe mund të jetë situatë përjashtimore që në një qeli të gjesh një aparat celulari. Të ndalojmë pse hyn aparatet celular dhe pse paguhet ai shumë. E di që ju jeni jo vetëm jurist, por edhe një njohës i mirë i medias, pasi profesioni juaj e parë është gazetar dhe po. Nuk do e zaurojmë. Po them konkuron. Nuk do e zaurojmë. Unë kam mende për të mësuar nga ju, por më lejon t'ju pyes për një tjetër gjë. Në 6 prill nisin kontrollet. Deri në 3 qershor janë 44 telefona celular, jo vetëm ne do të shikojmë me detaje. Pa videon e flamurit do i kishim këto kontrolle? Se vetëm gjë që ka ndodhur është që ka ardhur një drejtor i ri, por këto telefona 44 nuk u futën as për një orë as për një ditë. Kolegu juaj Flamur Vezaj nxori zbuluar sistemin e burgjeve dhe në atë video, ajo është një video simbolike ku tregon element të që edhe unë besoj që video nuk është e ditëve të fundit, nuk ka rëndësi. Ajo tregon një simbolik shumë të fortë për mënyrën se si trajtohet regjimi i burgjeve në Republikën e Shqipërisë. Flamuri i bëri një nder, po themi në thonjza, pa i bëri detyrën si gazetar, po i bëri një nder sistemit në përgjithësi dhe publikut. Po kur sistemi e boka veti mbarojnë lekët, bën kontroll, hiqë e fut? Ta mbarojnë logjikën. Se ka bërë dëm Flamurin. Jo, dëm i ka bërë atyre që ikën. Këtyre që erdhën ju ka bërë mirë, se do ushtrojnë kontrolle. Por ideja është tu. Aty çfarë pam në atë video? Kështu ka ndodhur her pas here ku ndrohen shefat, po mos më hiq nga mendimi. Çfarë ndodh? Në atë video ne pam që kemi sendet kundralishme të tëra formave. Kemi një aparat që regjistron, kemi pije alkolike, kemi grumbullim në një qeli të më shumë se disa të burgosurve. Nuk lejohet më shumë se disa të burgosurve? Nuk lejohet. Ato lejon vetëm në ambientet e ajrosjes ose në ambientet e përbashkëta në survejimin e punonjësve të policisë së burgjeve, asnjëherë vetëm, sepse jo vetëm dëmton hetimin, por krijon pasiguri përsa i përket rendit dhe sigurisë brenda burgjeve. Mbi të gjitha të tërë këto element, shteti nuk i ka vendosur se ka inat të burgosurit. Shteti i ka vendosur këtë element për të arritur në dy qëllimet kryesore. E para, rehabilitimi nëpërmjet izolimit dhe e dyta, izolimi që mos lejoj këta persona të kryen vepra tjera penale. Pse e them këtë? Nga fakti që ti mund të kesh mjete komunikimi, ti mund të realizosh porosi për vrasje, ti mund të realizosh trafik droge, ti mund të realizosh çdo vepër penale duke koordinuar nga brenda burgut. Pra, dy qëllimet për të cilat shteti nuk lejon sendet kundralishme. Janë këto. Për rende për siguri. Për rende siguri edhe për të parandaluar vepra tjera penale. Më lejoni të ndalemi në kronologjinë e kontrolleve, mendime regjis do të nxjerrin tabelën, unë do t'i lexoj. Bëhet fjalë për nga celularet tek whisky, vera, droga dhe rakia, në JVP Korç dhe Fier Rogozhin. Janë gjetur gjithsej 4 telefona celular, një iPhone 15 në Korç, një telefon celular në Fier dhe 2 telefona celular Samsung dhe iPhone në Rogozhin. Në JVP Fush Kru janë gjetur në kontrollin e brezit parë sigurisë u gjet një telefon Samsung, në JVP Shkodër në godinën 2 u gjetën dhe u sekuestruan 3 telefon Xiaomi dhe Nokia, po ashtu edhe një iPhone. Në Fier rikthehet në Fier është kontrolli i parë. Ky në pjesën e jashtme pranë godinës au konstatua dhe u sekuestruan 10 telefona celular. Burgu i Fierit masivisht njihet si burgu i VIP-ave, i politikanëve, i biznesmenëve apo njerëzve me reputacion ekonomik sparje më pas edhe kriminal. Në Peqin gjatë kontrollit të dënuarve u sekuestruan 3 telefona celular, një iPhone dhe 2 telefona të tjerë. Google Pixel dhe Samsung rikthehet kontrolli 6 në Fier gjatë kontrollit të një të dënuar konstatua dhe sekuestrua një telefoni tipit celular iPhone. Në JVP Durrës
burgun e famshëm të politikanëve, në godinën A u gjetë dhe sekuestruar një telefon celular i tipit iPhone, në JVP Peqin, burgu sigurisë lartë, rikthehet sërish kontrolli në ambientet e dusheve u gjetën dhe sekuestruan 2 telefonat celular, një Samsung dhe një Note Me Redmi, pra në dushe, imagjinoni sa mund të përdore telefonin në dush, por gjithsesi teksa lahet çdo kush mund të bëjë një telefonat. Në Shkodër, në Reç, gjatë kontrollit u sekuestruan 3 telefona celular iPhone, njëri u gjet në një paraburgosi dhe 2 të tjerë në ambiente të përbashkëta, në ambiente të përbashkëta si unë, zoti Beci, por proceduralisht secili e di që nuk mban asnjë përgjegjësi penale, pasi u gjet në korridor apo në tualet. Në Rogozhin, në brezën e parë të godinës numër 1, u konstatua dhe sekuestruan 2 telefona celular. Jemi në kontrollin e 11 sërish në Peqin, gjatë kontrollit në godinën B sektori 2 u gjetë dhe u sekuestruan 1 telefon celular. Në Lushnjë dhe në Elbasan, gjatë kontrollit u konstatuan aksesor mjetësh komunikimi, por nuk raportohet sekuestrimi telefonat celular. Rikthehemi në Durrës, gjatë kontrollit në godinën B u konstatua dhe sekuestruan 1 telefon iPhone. Në Fier, Vlorë dhe Peqin raportohet sekuestrimi aksesorësh, mjetë e komunikimi, por jo telefon në kontrollin e 14. Në kontrollin e 15, Fushkruj, gjatë aksionit Blic u sekuestruan 3 telefonat celular. Fushkruj edhe ky burgu i sigurisë lartë. Në Fushkruj dhe Peqin u gjetën 3 telefonat celular, ndërsa në Peqin u sekuestrua 1 telefon celular, 4 në total. Sërish në Durrës 3 telefonat celular iPhone. Në Rogozhin, në kontrollin e 18, gjatë kontrollit ndaj një familjari u zbulua dhe u bllokua 1 telefon celular Samsung. Në JVP Fushkruj, gjatë kontrollit të ushqimeve të sjellura nga një familjar u zbulua 1 telefon iPhone. Pra imagjinoni një sanduiç me telefon, pra një sanduiç me prosciutto ose me fshati, brenda ka një telefon. Në Shkodër, kontrolli nuk raportoi që të ketë celular, pra kontrolli 20, i 21-ti në JVP Vlorë nuk kishte sërish telefonat celular, 22-ti në Peqin u gjetën aksesor të mjeteve të komunikimit, i 23-ti në burgun e Durrësit dhe të Rogozhinës 1 telefon celular. Zoti Beci 23 kontrolle, 44 telefona, pafund mjete komunikimi, unë do të kem edhe një renditje. Atëherë, në Korçë, Fier Rogozhin në kontrollin e parë 4, në Fushkruj 1, në Shkodër 3, në Fier 10, në Peqin 3, në Fier sërish 1, kontrolli 2, Durrës 1, Peqin 2, Shkodër 3, Rogozhin 2, Peqin, Durrës nga 1, Fushkruj 3, Fushkruj Peqin 4, Durrës 3, Rogozhin, Fushkruj, Durrës, Rogozhin. Të bëjmë një analizë me që me statistika? Konstatimi i fundit. Po. Vetëm burgu i Pojskës nuk ishte. Pra, rezulton që këto zonjat, gratë, zonjushat që janë dënuara, femrave, po. Janë të privuar, nuk flasin as me dashurit, as me familjen, me asnjë. Duke se i kanë praktisur, shqyqyr që hynë në burg këto. Shqyqyr që hynë në burg këto. I kanë praktisur. Po se çudi, vetëm ke këto s'ka telefon. Po, pra. Apo janë tafta për t'i fshehur. Unë mendova se do konstatoje diçka tjetër më të rëndë. Më rendite të kontrollet që janë bërë në burgje. Janë 23 kontrole nga ato që ju relatuat rreth 2 ose 3. Po thuaj se në 2 ose 3. Korça ka, Shkodra ka. Duhet dal diku tjetër. Në 2 ose 3 ju thatë që nuk janë gjetur. Minimalja kemi të bëjmë me 20 procedime penale. Dihet që sendet e kundraligjshme kur konstatohen në burg bëjnë vepër penale. Për këtë arsye, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është e detyruar ti referoj ato në prokurori si çështje penale. Kur e ka gjetë familjarëve ose kur e ka gjetë burgosurve. Por, duhet i referoj të gjitha, sepse ka një logjik edhe kryerja e veprës penale. Që të kryet detimi edhe për atë që gjetë këtë dushi, thoni ju? Gjithkënd, për gjithë shka, sepse duhet të ndalojmë në një logjik të kryerjes së një hetimi normal penal. E di që më tha një punojës i policisë burgjeve, 24 kanë gjetë, po të hapen pusetat e urave të zeza. Të ndalojmë ke ato që janë në objekt. Mund t'jenë 420. I heqim ato që janë ke pusetat e urave të zeza. Këtu, lindë nevojshme të kryet një hetimi thelluar për mos qenë duar jashtë Drejtorie e Përgjithshme e Burgjeve. Ti nuk mund të thuash u gjend një celular në dush dhe unë do pezulloj çështjen se nuk e di kush e ka. Ti
Po, duhet bësh një hetim të thelluar për të parë se si ka mbritur ai celular në ambientin e përbashkët të burgut X apo Y. Dhe që të bësh një hetim të këtij lloji, nuk mund të referosh vetëm se u gjet familjarëve apo vetëm se u gjet një familjari që tentoi ta fusë. Tani pse është nevojshme që një burg të kontrollohet disa herë? Nuk mund bëhet këtë fundjavë. Ky burg kalon sit, o ka o s'ka më. Për më lehtë ta mbaroj që ta kuptosh dhe pse s'është e nevojshme të kontrollohet. Në rast se kryhet një hetim i plot nga SHGB-ja e burgjeve, si quhen ato tani, nga prokuroritë e rrethave përkatëse që mbulojnë burgjet apo kampet e institutet e parabulgimit dhe të burgimit, arrin të konstatosh që do gjendet patjetër nga hetimi kush i ka futur brenda këto celular dhe duke gjetur përgjegjësit e punonjësve të cilët kanë qenë ndihmës për të futur celular në burg, patjetër ti s'ke nevojë më të bësh kontrolle tjera. Në rast se ti heq 3 apo 4 punonjës që kanë ndihmuar të fusin në burg celularet, nuk mund të shkosh her pas here të bësh kontroll. Pra, hetimi është patjetër një shoqërim i fortë i kontrollave. Nuk mund të bësh vetëm kontrolle. Vetëm dalim një sekondë. Ti duhet krijosh telefon nuk është fut pa ndihmën e administratës? Si hyri. Është e pamundur, është totalisht e pamundur. Te ushqimi, ju s'pas keni qenë mirë në burgje. Te ushqimi, edhe kur jeni kontrolluar, si keni kontrolluar mirë. Tento të shkosh me një tort në burg. Dhe do shohësh që përveç se torta do kaloj në skaner, do kontrollohet me thik në çdo cep të saj nga punonjësi i burgut. Në rast se unë përsëris, në rast se bëhet një hetim i plot dhe objektiv për të tërë rastet e kontrolleve, do konstatosh në 100% të rasteve që ke patjetër punonjës të burgut që ka lejuar futjen e sendit. Po dhe çfarë reklamohen Facebook to që kanë gjetur celulare? Pse se reklamojnë Facebook që kanë dështuar këta? Jo, është e thjeshtë. Këta le të reklamojnë në Facebook sa çështje penale kanë filluar dhe si janë rezultatet e këtyre çështjeve penale. Po ta përsëris, në rast se ti mua më le që ta bëjmë trash fare, në rast se ti mua më le te kontrolli, te skaneri dhe hyn vetëm kontrollon dhe kap celularët që unë kam futur brenda në skaner, unë po t'jem do fus prap ti, hajde prap kontrollon se unë do vazhdoj t'i fus. Në rast se ti me hetimin ke konstatuar përgjegjësinë time dhe mua më përze, minimalja derisa të korruptohet personi tjetër i skanerit, nuk do kesh nevojë të bësh kontrolle. Kaq e thjeshtë është. Kur ti kryen çështje penale, ky skaner më kujton radarët e famshëm. Fikeshin radaret. Po skaneri fiket? Po dhe fike skanerin të shpërdorim detyre kur bëhet kontrolli. Po mos ikin dritat. Në rast se ikin dritat ka kontroll fizik. Lejon rregulloria, do bëhet kontrolli i imtësishëm fizik. Tash më fal, në rast se futet çdo ushqim dhe kontrollohet në mënyrë të detajuar, si mundet të futen sendet kontralishme në paraburgime apo në burgje pa bashkëpunimin e punonjësve të policisë? Realiteti ku në burgjet shqiptare, si ai Peqinit, ka pasur vrasje, është futur dhe armë. Ore, tash i realiteti është ky që po shohim. Vetëm po bëhen kontrolle. Ky është tregu çam. Kjo nuk ka parandalim. Tregu çam. Ju çfarë iPhone keni? Ti kishe 14. Unë kam Samsung 21, 22. Ka të bëjë dhe me kategorinë e të burgosurve, Jo, po. 17 Pro Maxi. Po i kanë shefat. Steve Jobsi duhet jetë aty. I kanë shefat e burgjeve, se kisha edhe Xiaomi ti e kështu nga këto, që mund të kenë këta hallexhin të tjerë. Tani, kemi disa pamje të cilat ka dhe Luk Floriri në burg. Mirë, është shumë e rëndësishme, duhet ndaloj këtu. Në rast se ti bën vetëm statistikat e kontrolleve dhe nuk realizon asgjë me hetimin, je duke punuar kot ose je duke punuar për atë pjesën e parë që thamë të emisionit. Ti heq këto që të fus tjera. I hoqëm telefonat, shohim a do futen tjerët, vazhdojmë ndihmën e regjisë në Korç Fier Rogozhin. Është gjetur një karikues dhe mjet prerës. I kemi edhe me foto, besoj, në Fushkruj, një fish karikimi, një pal kufje. Në Shkodër, 2 fisha karikimi, në Fier 10 karikues, bidona me përmbajtje të ndryshuar alkolike, lëndë ndryshuar narkotike. Ju lutem edhe pjesët e fotove, jo vetëm këtë që është me tekst. Peqin, 1 shishe raki, 2 litroshe, 2 shishe whisky, 1.5 litrshe, pra raki dhe whisky, 1 shishe verë 1.5 litre, 2 karikues dhe 1 karikues me 2 fisha karikimi, 1 pal kufje wireless, plus 3 shishe raki, 2 litrshe dhe 1 karikues. Në Durrës është gjetur USB. Në Peqin nuk ka përveç telefonave, në Shkodër 1 karikues,
në Peqin USB, në Lush një aksesor mjete komunikimi, në Durrës një karikues fish lise improvizuar, në Fier Vlorë Peqin aksesor mjete komunikimi, mjete prerse të improvizuara, sende të tjera të palejuara, në Fush Krujt 3 ora telefon, mjete të improvizuara të mpreta, sende të tjera të palejuara, Durrës një palkufje Bluetooth, Shkodër cigare dyshuar narkotike, 2 televizor për rikontroll objektet të tjera të ndaluara. Në Vlorë 3 televizor për rikontroll, ndjes, një aparat digital i pavullosur, sende artizanale të ndaluara. Peqin mjete prerse të improvizuara, kabuj, qarqe elektrik të modifikuar, lëndë të dyshuar narkotike. Në Durrës Rogozhin mjete prerse të improvizuara, karikus, pajisje elektronike dhe aksesor komunikimi. Tani, ora wireless, raki, whisky, verë. Shiko, më kujtohet një debati para disa viteve se shpesherë kur pasi doli video e kolegu tuaj Vezaj dhe miku ton Vezaj, po diskutoj që shiko se aty kanë prodhuar dhe vetë raki. Kur është para disa viteve, në burgun 313, ose ke institucioni Jordan Misja, u zbuluaj që të burgosurit merrnin raki, atë rushin, e fermentonin vetë aty, e linin në dritarë dhe prodhonin raki. Problemi është tashi, si do e kualifikosh veprën penale? Futja sendeve të kundralishme apo krijimi sendeve të kundralishme? Tashmë, korrupsioni në administrat i ka lecuar punët e burgosurve, nuk lodhen as të fermentojnë rushin, as mos ta fermentojnë, se ju vjen në tëra format. Rakia do dhe një kazan ku të bëhet, si e bënin? I bënin në disa kështu gazaqe, si quhen ato që i bënin me enë të vogla dhe mos pritë raki cilësore, Raki ishte bërë në kushtet e burgut. Dhe për këtë arsye, administrata e burgjeve, por veç se nuk gjeti do të kualifikimin e dur të veprës penale, se u prodhu alkohol, sot ju ka lecuar punën. Po ndoshta mund të ishte, po them, kopimi një marke ose evazion fiskal? Se nuk kemi të bëjmë. Se alkoholi është mall akcizë. Nuk kemi të bëjmë ato. Koncepti ruajtje e regjimit, vepra penale ruan që mos hynë sendet kundralishme nga jashtë brenda. Ajo që kam të mësuar nga brenda burgjeve është që ta që posedojnë këto, deri diku janë edhe si tregtar brenda burgjeve, pasi me telefonin e dikujt bëhen biseda nga shumë të burgosur. Alkooli nuk e ka për vete, ka dhe për shoke, për miq, po edhe e shet. Shiko, është e njohur në tërë burgjet e botës kjo histori, dhe edhe Hollywoodi është i famshëm në bërjen e këtyre filmave që tregojnë mënyrën se si të burgosurit mbijetojnë me biznese të tilla. Problemi është më i rëndësishëm. Problemi është, a dëmton sigurinë e burgut brenda vetëm komunikimi, apo krijon precedent për të krijuar vepra penale jashtë burgut. Ne kemi patur raste kur të burgosur, pavarësisht se ishin të izoluar, me logjikën që duhet të rehabilitohen për një vepër penale, ishin duke kryer vepra tjera penale, dhe vepra penale të cilat kishin lidhje me trafikun e narkotikëve, të cilat donin një dinamik në veprimtari. Nuk janë vepra penale që merr në telefon edhe largohen. Në procedimet tuaja, zoti Beci, tashmë si ish prokuror, sa keni arritur nëpërmjet interceptimit, apo përgjimit, apo vëzhgimit të faktoni që nga burgjet shqiptare bëhet narkotrafik, pra trafik narkotikësh, jepen porosi për vrasje, jepen porosi për kanosje, apo të ndryshme. Tu ka pasur ngjarje kriminale që drejtor burgu është vendosur tritol, nga burgu është urdhëruar vrasje, trafiku e po, dhe keni patur disa raste, po thoni? Disa raste, të cilat kanë bërë te krimet e rënda. Disa raste, njëri ka qenë më tipiku, ku një grup njerëzish drejtoheshin në trafikun e lëndëve narkotike dhe madje edhe ndërkombëtar të lëndëve narkotike, nga një burgosur i cili ishte në paraburgimin, ishte në kampin, se ishte i dënuar, ishte në kampin e Drenovës në Korçë. Dhe ne arritëm të hetojmë edhe të nxjerrim tërë grupin e trafikantëve të cilët komandoheshin nga një personazh i cili ishte dënuar, mos gaboj, me burgim përjetshëm, se s'dua ta them emrin. Pra, nga burgu. Ishte i dënuar me burgim përjetshëm dhe vazhdonte aktivitetin e tij normal, sikur të ishte në Dubai ose sikur të ishte në një kafe të lagjes dhe po komandonte tërë trafikantët e tjerë. Me celular. Rasti më tipik. Rasti tjetër, ka patur porosi për tentativa vrasjesh zyrtarëve të lartë nga
nga burgu shkonin njerëzit nëpërmjet komunikimeve që bëheshin, komunikimeve telefonike, jepnin porosi të ndryshme të burgosurit, jepnin porosi për jashtë, po themi për ushtarët e tyre që kishin jashtë. Pra, tu dalim të ajo që ju thash në fillim. Ka shumë rëndësi ruajtja e rendit dhe sigurisë burgut nëpërmjet ndalimit të sendeve të kundërligjshme, por ka dhe rëndësi për të parandaluar veprat penale. Ti për çfarë e fut në burg një person? Një person ti e fut në burg për ta rehabilituar. Jo e fut në burg që ti jetë më rehat të kryej vepra tjera penale. Më lejoni t'ju marr një përgjigje të fundit. E gjithë ky masiv pune, shpenzim, energji, kosto, nuk zgjidhet me ca bllokues valësh? Në burgun e Reçit nisi dikur një projekt, ke JVP 313 u bë po ashtu një projekt. Po drejt ke bërë ku gjyqtare, prokuror që u bllokoi telefonin. Po këtu ndalën te kjo fundit. U Arsen, siç duket e bëjnë gabim tenderin në burg, të bllokimit të valve. E bëjnë për të bllokuar burgun 313, bllokojnë gjysmën e Tiranës me val. Po mirë, më patën Fiera, atë Drenova, atë Reçi. Po pra, ato janë element të rëndësishëm të cilët mund t'i marrësh në konsiderat. Tani, bota e ka zgjidhur me bllokues apo e ka zgjidhur? Bota e ka zgjidhur thjesht dhe bukur. E ka zgjidhur me kontrolle të rreta me zbatimin e ligjit. Dhe atje patjetër ka përjashtim. Shqiptar si në Londër, si në Itali, që i kanë WhatsApp. Po sepse është një fenomen, ta thash, nuk është një fenomen vetëm shqiptar. Nuk është fenomen vetëm shqiptar. Jo, nuk jetohet dot pa teknologjinë, por nuk jetohet dot pa teknologjinë, nuk jetohet dot pa sistem të korruptuar, nuk jetohet dot pa punonjës që korruptohen në bazë të presionit për të marrë para, dhe të gjithë këto elementë do e çojnë në faktin që do jetë një luftë e vazhdueshme si macja me miun. Është e ditur. Një burgosur më ka thënë dikur, duhet ta them këtë, një burgosur tentoi të arratiset në Tiranë, u zbulua tentativa arratisjes dhe të nesërme më shkoi për ta marrë në pyetje. Dhe rrinte gjithmonë polici i burgut aty brenda. Edhe i burgosuri me shumë qetësi i kthehet policit burgut. I thot, ore, çfarë ke? Jo, thot, ne do të rimtu se ti ke tentuar të arratisesh, prandaj do marrim tëra masat si shtet. Shumë mirë bëni, tha. Ju keni për detyrë të më ruani, unë kam për detyrë 24 orë të mendoj të arratisem. Ky është thelbi. Në burgje, ti mos kërko bashkëpunim nga i burgosuri. Ti vetëm zbato rregullat dhe ligjet që t'janë përcaktuar për të ruajtur rendin, sigurinë dhe për të mos të ikur i burgosuri. Të falenderoj shumë zoti Beci, shpresojmë që nuk do të jetë një fushat, por një vendosmëri për zbatuar rregulla e siguri. Ishte kjo pjesa e parë fact check për këtë të premte me komente dhe përgjigjet e zoti Beci që i gjeni në faqen tonë mcn.tv.al, rrjetet sociale, por edhe në YouTube. Pas publicitetit shihemi sërish me një tjetër të ftuar. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Kam kënaqësinë të prezantoj Endri Meksin, sipërmarrës dhe pronari MCN Televizion, po ashtu edhe punëdhënësim. Zoti Meksi, faleminderit që jeni pranishëm. Faleminderit ju Arsen. Me këtë ritëm, teksa premtoni çdo herë që jeni këtu podcastin, jeni kthyer në analistin më in të momentit. Podcasti ka mbaruar si studio, na ngjelet vetëm ta ndajmë bashkë inaugurimin, kaq. Po Kur do jetë dalja ju e radhës me këmish? Ose në informatë? Me këmish me kravatë thua, apo këmish thjesht? Këmish thjesht. Asnjëherë. Asnjëherë, kështu sportiv. Gjithmonë po. Okej. Unë ju kam ftuar sot për shkak se rrjeti juve ju njeh si pronari i memeve. Apo bosi i memeve. Ju keni edhe një shkollim francez ku Charlie Hebdo është jo pak brenda jush për mënyrën se si shikoni ngjarjet, por edhe keni autoironinë. Do doja të shihnim një material nga protesta, pasi për mua kjo protestë këtë herë përveç zogjve, përveç mesazheve politike, ka dhe mesazhe shumë të forta nëpërmjet memeve. Aq sa dikur kryeministri Edi Rama ran dashuri me Brylin. Sot nuk e di nëse janë divorcuar apo duhen sërish, por ka kohë që nuk e komenton. Mendimin e regjisë, ti kalojmë pak memet apo mesazhet e memeve nga protesta dhe i komentojmë me zoti Meksi.
mjaft meme ose mesazhe memesh, veç jep dorëheqjen se burgun e bën Drenika e kështu me radhë. Ka edhe një poster, unë po e lexoj, është koha dridhet e për dridhet, do të vi dita që të zgjidhet dhe nga trasta pe me kalbur do e mos jashtë do hidhet. Kjo është mesazhi që përcjell Redon Meksi në protestë. Okay. Tani, keni një koment, janë energji memet për protestën, apo janë mënyrë të shprehur i atyre që s'kanë zë? Të dyja, ka dhe më shumë mënyra për t'i parë. Memet janë një mënyrë shumë e gjetur për të shprehur ndoshta një ide komplekse, që mund të duhen shumë reshta për ta dhënë, dhe shpesh nuk arrihet me fjalë kur ti tenton ta shpjegosh idenë që ke nga pas, dhe një meme, qoftë dhe me një dicitur të thjeshtë, të shkurtër, e përmbledh dhe e realizon qëllimin. Gjeni shkroi vargjen e po shkruajmë aplikim për viza, është një meme aty. Kështu që arrin të shprehësh një ide. Kjo është e bukur, vila me pamje nga hetimi, iku. Pasqyrë, moj pasqyrë, ishte njëra, nëse mendimin e regjisë do ta kthejmë pak më pas. Është e mundur regjia? Ja, këtu kemi të Redonit. Jo, iku. Vetëm pak. Ishte një meme ku thotë flamingot marrin kuvendin, kjo edhe kryetari i kuvendit me krah hapur. Veç jep dorëheqjen se burgun e bën Drenika, një tjetër, vila me pamje nga hetimi. Ndoshta është pak më para, po sa ta gjeni ju, po e vazhdojmë komentin. Është një mënyrë e veçantë për të shprehur një ide pothuajse komplekse me një tek foto, maksimum në me dicitur. Është një mënyrë shumë e arritur. Shesim kryeministrin për shembull. E rrjeteve sociale që nga 2010 këtej paka shumë. Dhe los padyshim në protestë edhe rolin e saj për të përcjell. Shije këtu. Vila me pamje nga hetimi, po. Los rolin e saj si element ekspresiv për të shprehur mërzitjen kryesisht në këtë rast, acarimin e themi e publikut të gjerë me në tërësi, e kam thënë dhe disa herë, me pushtetin në tërësi. Se nuk besoj se është e fokusuar për te një pjesët memeve që janë. Në fakt, pak ditë më parë kemi ndarë bashkë një foto meme, ose një postulat ku Elon Musk thoshte kush kontrollon memet, kontrollon botën. Okej, është shumë e bukur, do thoya shumë e gjetur, por nuk është në vërtet ashtu. Elon Musk nuk ka bërë meme në Amerikë për të qenë aty ku është, kështu që nuk është rasti i kësaj ideje. Gjykoj që janë një mënyrë paralele në një shoqëri komplekse që jetojmë për të shprehur një opinion, për të bërë influencë. Ju personalisht si një, s'po them pronar memesh, por si një njohës i mirë i memeve, i digjiturave, por edhe konsumatori tyre, do të shtohen apo do të paksohen memet në protest? Sot jemi në ditën e 5 ose 6 mos gaboj të protestës. Besoj se memet do vazhdojnë aty, nuk shoh as arsye që të themi që do shtohen apo të paksohen, sa kanë qenë të bollshme. Do vazhdojnë si një mënyrë shumë origjinale, ku shumë nga protestuesit ndjen pjesëmarrës. I ka bërë vetëm njëri këto? Jo, apo se cili krijon memen e ditë? S'ka asnjë shans. Idiocia më e madhe të bësh kur lexon memet është mendosh që ka prapasken. Nuk ka si prapasken aty. Memet janë në shumicën e rasteve shprehje e origjinalitetit të njerëzve. Pra pas çdo meme ka një njeri. Pothuajse gjithmonë. Nuk mund të ketë pas gjitha memeve me një njeri. Te memet në protestë po them. Po. Po, pothuajse po. Secili është me memen e vet, nuk ka aty. Ardit Bido do thoshte grekët dhe rusët, po unë do thoya që janë meme nga shqiptarët e kaq. Mund të ketë ndonjë që mund të jetë porositur në sensin e një ideje, po mund të jetë përdor ChatGPT-ja për memet? Absolutisht që po. Dia jo të bëj meme? Që ç'kemë të, e i qanë. I qanë memet? Po. Edhe shqip? Edhe në shqip, po. Okej. Pyetja e radhës që un kam është teksa kjo protestë ka artikuluar edhe kërkesa të qarta politike, mbetet në top list dorëheqja. E shikoni një protest radhës që do zbehet, apo çka thoshte sot Spiro Pali që politika duhet mblidhet brenda vetes dhe ky të jetë ai pakti ku ajo që do bëhet nuk mund të zhbohet shpejt. Pra do të kemi një formacion ose një format ose një formim të ri politik, mënyrës qeverisjes, të ndarjes aseteve, të përdorimit të tyre, të drejtave, të detyrimeve. Kjo që thot zonja Spiro Pali nuk ka asnjë lloj puthshmërie me ato 5 kërkesat e shprehura dje nga protesta.
Po të analizojmë së pari 5 kërkesat e protestës, unë nuk shoh aty asgjë të realizueshme. Pra nuk shoh në një objektiv real të arritshëm në ato të 5-ta. Kështu që në këtë sens bon kur nuk arrihet asnjë ata janë qytetarë që shprehin dufin e tyre, më së drejt nuk ka asnjë lloj arsye të gjykojmë asgjë më tepër se kaq, shprehin mërzitjen me një pushtet që gjykojnë që është arrogant, që nuk i dëgjon, shprehin pa përfaqësueshmërinë e vetes tyre, nuk ndjehen të përfaqësuar në asnjë proces ku merren vendime në Shqipëri. Po ndoshta kjo minorancë? Jo, s'është ashtu. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në demokracitë më liberale më të arritura sot, që siç po i shohim janë në krizë kudo pak a shumë, për sa i përket përfaqësimit, po në të gjitha këto nuk është kur majoranca që përfaqësohet. Majoranca voton, përfaqësimi është një grup i gjimone më të ngushtë. Në Shqipëri kjo ndjesi është akoma më e madhe dhe vitet e fundit. Unë do të thoja që është pothuajse normale për momentin në cilin jetojmë, dhe ta njerëz duan në një farë mënyrë të kenë zërin e tyre për ta kundërshtuar. Kaq. Por nuk shoh të kenë artikuluar 5 gjëra të arritshme në realitet. Po pse është e pa arritshme dorëheqja për shembull? Pse nuk ka asnjë arsye. Dhe unë tisha kryeministës dhe i dorëheqjen për faktin që po ma kërkon një protestë që është origjinuar nga tërheqja zvar e një protestuesi shumë e gabuar si akt, shumë i dëmshëm për të tërë historinë në atë moment, por nuk është një akt për të ndërheqjen. Më lejo të pyes pak. Ju jeni pronar media, por nuk është se lajmet i ndiqni 24 orë. Por kronikës i kushtoni një rëndësi e ekonomisë, aktualitetit, po them tërësi. Tu janë vrarë njerëz. Tu ka pas sherrë përplasje masive. Ka pas përplasje me policinë për pronat, kombinati 5 maje jo vetëm. Do të mjaftonte një grusht për ta ndryshuar Shqipërinë? Jo. Do të ishte perfekte nëse do të ndodhte, por a është ky grusht që po kërkon ndryshime e Shqipërisë? Jo. Apo janë ca flamingo të cilët nuk po gjejnë një vend ku ulen? Siç tha zoti Beci pak më parë, zogjt ja u kanë marrë gjitha folet dhe kanë mbet pa folet. Prandaj nuk dua të heq shpresën protestuesve se nuk është as qëllimi im, as interesi im, por unë nuk gjykoj që kjo protestë do sjellë këto efekte. Të thash para pak kur thash që ato 5 kërkesa për mua nuk do arrin në përfundim. Ndoshta në të ardhmen një kërkesë në një moment tjetër e organizuar ndoshta disi më mirë dhe me objektiva më konkret mund të sjellë këtë forcën dhe goditën me një grusht fort ndaj pushtetit në tërësi, sido qoftë ai pushtet atë moment që ndodh. Por në këtë moment nuk gjykoj që është kjo historia. Protesta nga ana e qytetarëve të Tiranës është komplet spontane, a ka aktorë të tjerë mund të ketë, a duhen identifikuar për të kuptuar më shumë, padyshim që po, për të arsye dhe ne ftojmë nga gjithë palët edhe për të dhënë mendimin e tyre, sado e paseri mund duket i paqartë, i partikular sakt dhe grotesk në përfundimet që duan të arrijnë, por përsëri mendoj që nuk është kjo protestë që do jetë e tillë. Thashë qofsh e gabuar se nuk është as interesi im as qëllimi im, nuk kam as interes, unë nuk marr pjesë protesta. Detyra jonë është të raportojmë sa më sakt, të jemi pothuajse gjithë përfshirës në palët e përfshirën të për t'i dhënë zë, por jo të shkojmë tutje në partizan lëk, le të themi për te gustove që mund të kemi. Është mjafton redoni aty për ta bërë atë gjë, kështu që shumë okay, le ta bëj ai. Ju do të jeni në një pasditë pranishëm? Jo. Është zgjedhje personale apo është distancë profesionale? S'kam asnjë interes për qendra protestë. Ka që ndershme, ka që thjesht. Po kush është interesi i asaj proteste? Interesi i asaj proteste. Sepse nëse ju thoni që dorëheqja nuk arrihet, dhe ata këtë e dinë. E thash që në fillim ata po shprehin një dozë të madhe. Ta anullohet projekti, thënë ata. Zoti Rama thotë s'ka projekt. Sot nga Tivati tha që shiko, është diçka hibride, si dikur ato hakerimet, Irani, tha sot. Mundet të jetë Irani prap? Dita them e pash dekretën e zotit Rama, nuk di si ta gjykoj për momentin, kështu që rezervoj mos shprehem për të. A është hibrid e thash, mund të ketë element hibrid, por në çmas janë dhe deri ku e kam prekur, do thoja që qytetarët e Tiranës, insistoj përsëri, nuk janë aty element të forcuar nga hibridizmi. Ata janë aty për shprehur acarimin e tyre, nuk ka shumë vlerë kush ja shtiu ndërmend apo kush i nxiti. Duhen dëgjuar për atë çka thonë, por e kuptoj edhe këmbësimin e zotit Rama, prandaj them nuk do arrihet gjë, që nuk mundet projektet në Shqipëri të anullohen në këtë formë çdo herë se ka një pakënaqësi, ndoshta mund të ndryshohen, ndoshta mund të bëhen më gjithë përfshirës, ndoshta hetimi që po bën SPAK do ndihmojë për të zgjidhur dhe një mërzitje mes palëve dhe një ngërç eventual, por nuk besoj se protesta tani për qenë korrekt,
zyrtarisht i vetmi anullim nëpërmjet një proteste të ambientalistëve, të shoqërisë, Tiranës, kryeqytetit e Shqipërisë, zyrtarisht njihet armët kimike. Po kush tha që do ishin kryer pa protestë? Se ky është keq kuptimi që bëjnë gjithë palët. Të gjitha palët nxitojnë të mendojnë sikur po mos ishte bërë protesta do ishin bërë armët thonë ju? Jo, unë them edhe pa protestë nëse nuk do bëshin kur. Nuk do bëshin kur. Kush tha që u krye? Pastaj çdo protestë tjetër, të paktën që unë kam ndjekur, rruga Kombit është vendosur tarifa. Thuman Kashar u bë rruga. Protestuan për zogjtë e aeroportit Vlorës, po përfundon. Protestuan për 5 majin, u prishën pronat, përfundon banesat sociale apo me pronësi e bashkisë. U protestuan kombinat, u shembën. U protestuan Astir, bllokoi rruga, nuk do bëhet rruga, mbaruan pallatet. Pastaj u bë rruga, se u ndan sheshet. Tani, çdo protestë nuk e arriti qëllimin. Ju thoni edhe kjo e ka të vështirë të arrijë qëllimin, po me kaq shumë njerëz pse që ka kaq e vështirë? Shiko, mënyrën si e shpreh ti duket sikur ne themi që protestat nuk kanë vlerë. Nuk është vërtet ajo gjë. Pikërisht se qëllimi final u vu, do thoja unë i gabuar, që përket me mos organizimin siç duhet protestës, dhe protestat mund të lexohen si dështuara. Nuk kanë qenë të dështuara, absolutisht që jo. Kemi hetime për 5 majin, kemi hetime për kombinatin, dhe janë një tufë pasoja dhe politike që ato kanë krijuar. Kemi sado pak reflektime të Partisë Demokratike nga kjo protesta. Por 5-6 ditë nuk u përfshi pothuajse fare, dje filluan disi me turp, si girls on her prime, do thoja me humor. Si përkthehet shqip? Mos ta them më mirë, që mos ta dhjesim gojen totalisht, mjafton me kaq. Po shu si kur e kishin për të parë reflektimin e themi, Partisë Demokratike, dje u kujtuan që ka një protestë në Tiranë. Jo, Zoti Berisha është shprehur, duke thënë jo, nuk është shprehur, ai tha që jam ambasadorë huaj. Po. Çfarë zbuloi kësaj radhe ai që nuk janë të huaj? S'është kjo arsyetimi. Arsyetimi është Partia Demokratike ndjeu daljen totalisht nga roli i saj si opozit, ndjeu një panik të thellë që ku jemi ne në këtë ekuacion. Po majoranca nuk ndjen asnjë panik nga ky numër njerëzish në shesh. Reagimet e politikut zotit Rama tregojnë që nuk them ndjen panik, por ai po reflekton në një farë forme. Diçka është gabuar dhe në mënyrën si është trajtuar nga këmbështimi i PR-it kjo histori. Është një histori që padyshim do i bënte mirë gjithë jugut dhe përfundon për lajme negative. Kërkon dhe kjo reflektim, dhe nga ana e pushtetit, çfarë ndodhi gabim, dhe nga ana e sipërmarrësve shqiptar. Ma për 3D këta të marrim qaf, ku ka buën këta të PR-i? Apo s'është PR-i vetëm 3D? Jo, s'është 3D-ja, është tërë historiku i trajtimit. Mos është mungesë transparencës? Është tërë historiku i trajtimit të çështjes pronave prej shumë vitesh në Shqipëri. Është tërë historiku i trajtimit të investimeve të mëdha. Unë e kuptoj qeverinë që aleat në këto investime duam zonë do jenë 10, 15, 20 biznesmenet e parë të vendit. Por nuk mund të jenë gjithmonë të bëra në një formë që mban erë si jo transparencë. Pavarësisht se biznesi mos ka asnjë faj. Mënyra si shihet, mënyra si shitet, mënyra si debatohet është sikur ka diçka për të fshehur. Unë nuk shoh asgjë për të fshehur aty, përveç problemit të pronave. Tjerat janë gjëra më së normale. Biznesmenët janë gjithë të lumtur të marrin pjesë në investim. Nëse unë do ftosha si nën kontraktor për të bërë pjesën IT apo punime në elektrike, unë çaj lumtur. Nuk shoh asnjë arsye pse duhet ta konsideroj si turp se mora pjesë në një projekt madh. Tërë sfida ime do ishte e realizoj dot detyrën që më japin. A do vendos një standard në këtë investim? Kaq. Zoti Meksi, meqense folet për IT-n, kjo javë, ky muaj që lam pas maj, por jo vetëm qershori, po ashtu vion të heci si karvani, po edhe qerrja e hetimeve të SPAK për akshin e jo vetëm, për aktorët përfshirë. Për çështjet tënde personale, tritolit, kërcënimit, S'kam informacion. Ka një zhvillim? Nuk kam informacion. Por çfarë ju dëshmuat si personët djeni për orë të tëra në SPAK, ka ndodhur diçka që ju e lidhni me ato deklarimet tuaja? Nuk kam informacion. Apo nuk lejohet flisni për shkak të sekretit? Realisht nuk kam informacion, shtesë. Nuk e informacion shtesë. U prezantua dhe ADS. Po. Do të mbuloj atë që bëri PIS Akshi? Apo jo detyrimisht. Është një dalje për shkak të emergjencës nga një situatë kritike? Besoj se në themel është një përpjekje për të dhënë vijueshmëri, le të themi kështu, në gjuhën e IT-s quhet redundance ose high availability, themi ne, pra mos ngelesh në
hall të madh kur probleme të tilla ligjore mund të ndodhin përsëri. Pra Akshi si model ka pasur kontraktimin me palë të treta dhe pak është bazuar mbi kompetencat e veta IT-s, në të moment po don të ketë një dozë më të madhe kompetencash IT brenda vetvetes. Unë nuk di të them sa është rruga e dur, sepse ka një shije ngjan me një tentativë shtetëzimi në një farforme, le të themi, është diçka e tillë, mund ta quajmë, dhe nuk di sa është rruga e dur drejt së ardhmes, por në të sensin se është një përpjekje për të korrigjuar një situatë emergjence të krijuar nga një dosje shumë e turbut, me shumë probleme, le të themi. Shumë e nxehtë. Ju falenderoj për praninë tuaj, të nderuar shikues, siç thashë pak më herët, gjithçka i gjeni në rrjetet tona sociale, faqen zyrtare emocionet.tv.al, por ashtu edhe në YouTube. Sot i Meksim lejo të bëj një pyetje të fundit, nëse ju e keni premtuar do ta kemi podcastin, por nëse s'do ta kemi, dielli vazhdon të jetë me temperatura të larta edhe në lumtur. Po, vazhdon, po. Ndryshimi te ky është visheni me të bardhat tani. Jo, vetëm sot e dje. Ja keni kopjuar të kujt apo? Edhe po. Motorrat i keni kuqe blu? Po, kuqe blu, po. Për të pasur balancë politike? Absolutisht jo, ato gjeta ato bleva. Okej, ishte kënaqësi të nderuar shikues, mirë takofshim të premte në ardhshme.